në terren, zoti Ndoja. Sigurisht ju do t'ju pyes pak edhe si përfaqësuesi i zonës, por dhe si prokuror, sepse një nga gjërat që është dëgjuar më shumë në 24 orët e fundit është pse nuk po hetohet, pse nuk po ndryshe edhe drejtësia, pasi ka një konsensus shoqëror që kjo nuk është thjesht punë e Zotit. Tani në radhë parë gjej rastin që të shpreh keqardhjen time gjithë banorëve të prekur nga kjo fatkeqësi e cila ka bazën e parë, syne e parë ka natyrore, se shiu është diçka natyrore, ngjarje natyrore, po nga ana tjetër është edhe puna e dobët e gjithë organeve qeverisjes vendore dhe qendrore, jo vetëm gjatë tyre 12 vite, po ndoshta edhe më përpara për të ardhur në këtë sistem. Unë do të jemi sinqert dhe i ndërgjegjshëm para gjithëve se situata ka ardhur si rezultat i veprimeve të njëpasnjëshme. Po sigurisht gjatë tyre 12 viteve për Durrësin, të paktën për Durrësin, po e them publikisht, ka ndodhur diçka që ka të bëjë me mungesën e marrjes mendimit nga specialistët përkatës. Hidrovori në zonën e Porto Romanos, e cila përmbyt komplet zonën, nga aty e vjen deri në spital edhe bën të pamundur rregullimin e situatës. Më vjen mirë që ndaluat te hidrovori, Plugë ka paralajmëruar para 9 muajsh situatën e hidrovorit, tenderin e fituar nga babai i drejtorit të ujësjelljes kanalizimit Durrës, 19 milionë euro për hidrovorin e ri dhe për sistemimin e kanaleve të ujërave kulluese. Nga specialistët përkatës diskutohet dhe thuhet që hidrovori më parë ka qenë në pikën fundore më të ulët të në vendin ideal, natyror. Në ideal, pikën fundore më të ulët ku mund të bëhet kalimi i ujit nëpërmjet pompave të hidrovorit të tjera më radhë. Për arsye të ndërtimit portit të ri, se i pjesë e njerëzve bile mënyrë deputete PD-s kishte shkruajtur një status, nuk e di nëse ka pas përgjithë, ka në mënyrë përgjithësuese, ka pas moment irritimi, moment pak kënaqësie, nuk e di më ka pas, po flet për gjithë deputetët e opozitës. Sigurisht unë e njoh pak ata, jo s'm njeh mua, po besoj që reagimi institucional është ai që bëjnë institucionet përkatëse. Reagimi i deputetëve të opozitës që shoh gjatë kësaj kohe që i kërkojnë terrene, të jenë të futur mes ujit, të bëjnë notë, vepra të cilat janë vepra që propagandës në thelbe. U përkasin populistëve dhe njerëzve të cilët nuk duan ta zgjidhin problemin, po thjesht duan t'i kenë të ekspozuar, nuk shkon. Pra, ajo zonja ka përmend emrin e një oligarku, në thojsa që thuhet Shefqet Kastratit, me që ka merak që unë nuk ja përmend emrin dikujt. Po mua nuk më shqetëson problemi i oligarkut. Problemin e oligarkut si rregull e ka prokuroria. Prokuroria të merret edhe me babain e ish drejtorit të ujësjellësit edhe me oligarkun, kushdo që ka përfitimin direkt. Mua më shqetëson problemi i qytetarëve. Ndaj bëj thirrje asaj zonjës dhe gjithë tjerëve, kushdo që përmend emra për në terren, të japin kontributin e vet, jo thjesht me konstatime. Pra, hidrovori në Durrës është marrë nga pika ku ishte pika fundore dhe është dërguar një vend i cili është paktën 60-70 cm më lart dhe është dërguar shumë larg në vijë atësore linare nga vendi ku ishte. Po ndërkohë qarkullimi i ujit bëhet nga rruga e hidrovorit vjetër? Jo, s'bëhet, është mbyll hidrovori vet, tani është shumë hidrovori ka kaluar. Është në distancë në disnivel pak në 60-70 cm. Krijohet një pellg i madh nga ana tjetër që dhe sikur të vendosim disa pompa të fuqishme këtu ku është bërë hidrovori, nga pikpamja teknike nuk realizohet dot. Tani një inxhinier i nderuar ka qenë pjesë e një grupi pune me një shoqëri të huaj, i cili ka paraqitur në kohën më përparshme para drejtimit të kryetares aktuale të bashkisë. Jo, më lejo një ndërprerje të vogël. Do doja austriak. Jo, më lejo një sekond një ndërprerje edhe për arsye teknike. Do doja në këto momente të shihni pak pamjet e qytetit të Durrësit për ta bërë edhe materializuar në fakt atë që po flasim. Gjendja e ujit, rruga nga hyna, jo, të lutem regjia më ndihmo pak me pamjet, qoftë edhe të 11 dhe si kishim pak më herët, që të shohim në fakt këto janë edhe nga Gjirokastra, që edhe kjo ishte një absurd më vete, po do donim të shkonim edhe në Durrës në fakt, ku situata duket pak absurde, sidomos në mungesë të një lumi aty pranë dhe pamjet. Ky ujë nga ka ardhur, se shpejtësia me cilin ka ardhur, mënyra me cilin ka lëvizur, duket se kur nuk respekton as parimet më bazike, as të fizikës, as të hidrologjisë, në fakt që kemi parë, dëgjuar dhe sigurisht përjetuar, se fatkeqësisht kemi përjetuar edhe ca përmbytje më herët, por kjo ka qenë në fakt një rast sui generis, nëse mund ta quajmë, sepse ky është edhe viti i parë ku Durrësi do duhet të testonte eficiencën e hidrovorit të ri. Çfarë ndodh? Ajo situata që ju shikoni, bile këtë video ne ka bërë një djalë, Astrid Vela i quhet, e falenderoj, jam i pari që kam publikuar këtë video. Dhe logjika është që në fund fare ku është pika fundore ku them unë, që është pjesa e Porto Romanos, atje duke u ngrit disniveli,
dhe duke kalu hidrovori nga pika ku ishte këtu, në një distancë tjetër, pothuajse me kilometra, jo shumë larg, po në anën tjetër, krijohet një pellg i madh ujor që çfarë do të vendosësh pompa tek hidrovori i ri, ti nuk e tërheq dot. Dhe ky ujë ç'a bën, mblidhet atje dhe vjen shkon drejt qytetit. Rikthehet në qytet. Tani ka disa argumenta që në këtë situatë fatkeqësie njerëz natyrore, po që ju ka shkaktuar dëm të pariparueshëm, të jashtëzakonshëm banorëve të zonës. E para ju ka prish gjithë kursimet e jetës, shtëpitë që kanë ndërtuar. E dyta ju ka prish bizneset. E treta, ato shtëpitë, ato biznese kanë shumë të vështira ta rimarrin veten për shkak të lagështirës së prishjes pajisjeve elektroshtëpiake, oredive etj me radhë. Është një ujë që praktikisht nuk ikën thjesht kur nuk duket. Më vjen shumë keq që ne e themi për pak sekonda këtu, ju e thoni nga studio gjatë gjithë kohës, ju falenderoj për misionin tuaj fisnik, po e vërtetë është që për ato është një dëm jashtëzakonisht i madh. Edhe nuk e di, nuk gjej dot fjalë se si mund të riparohet. Pra, I shoh ato dispozitat ligjore dhe them, shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme etj me radhë, po doni të flasim për politikë, mund të themi të vërtetë. Po është edhe politik. Është dhe politik, po doni të flasim për politikë, domethënë I bie. Ju po thoni që ligjërisht nuk ka mburoj për këta banorë? Ligjërisht e vetmja që është ndëshkimi që mund të marrin personat përgjegjës për hidrovorin. Po ky është thjesht një shpagim shpirtëror. Shpagim shpirtëror. Domethënë unë nuk hyj te ato njerëz. Financiarisht shteti nuk është I detyruar në këtë moment. Shteti do marr masat, po deri në kohën e evidentimit të dëmeve, çfarë ndodh me këta njerëz? Është situatë e tmerrshme. Është emergjente po thonë. Është emergjente. Çfarë bëhet me këta njerëz? Duhet ishin evakuuar shumë, nuk I ka mundësi, nuk I ka kapacitetet shteti jonë. Forma e organizimit. Dhe tani kanë raportuar për 800 banesa të dëmtuara, 220 familje të evakuara. Si të evakuara, kur niveli është 60-70 cm minimumi. Tani shtrohet problemi ata që kanë shtëpinë kat dytë, ata nuk quhen të rrezikuar se rrinë kat dytë. Po aty është prish shtëpia, nga do kaloje. Makina është prish, orën ditë janë prish. Çfarë do bëj? Si do të? Pra, ne themi thjesht për ta mbajtur gjallë, për të marrë frymë. Në kushtet në cilat ne ndodhemi, I pjesë e njerëzve I shoh edhe në komente që bëjnë atje dhe thjesht më vjen keq që në Shqipëri është krijuar ky modeli që burim zhvillimi është dashakeqësia. Nuk është zhvillimi, pra ne nuk kënaqemi që ndodhi diçka e mirë. Nuk I themi edhe kundërshtarit të lumtë që bëri këtë gjë e mirë, po ke bërë edhe këtë keq. Ne I marrim gjërat bardhazi dhe nuk e di ku e gjejnë kurajën. Madje njëra nga anët është që e kanë votuar vetë Partinë Socialiste. E kanë votuar vetë, por duhet të jeni ndërgjegjshëm, patronazhistët, blerja e votës, policia, krimi, kodi zgjedhor, krimi, gjitha me radhë, çfarë do bëjë njeriu thjesht? Tundohet, thyhet. Pra, ai ka qenë qëllimi gjithë këtij sipërmarrje, sigurisht. Po problemi është që në fund u thonë, ju e keni ndërtuar një zonë që s'duhet të ishte ndërtuar, ish Kaneta. Po, është e vërtetë e kanë ndërtuar. Po pse I lejon që të legalizohen? Pse dele thua që do legalizohen? Kur e urbanizon dhe I bën rrugët ndërmjet, I bën shkollën, I bën çerdhen gjitha, I merr dhe taksat që thua ti. Kthehen në zonë urbane. Pra, sot për shembull po ju japi rast thjesht nga informacionet që marr nga terreni. Përgjegjësi I hidrovorit, I cili nuk ka shumë muaj që ka ardhur në detyrë, mos ka bëj ka nga qyteti I Firit, ka qenë I vend tjetër. Thot, futuni tek portali I Ministrisë përkatëse, që mbulon shërbimet përkatëse për sa I përket kanaleve dhe thot, kanali kryesor në Kënet, kanalet kryesore duhet pastrohen një herë në 4 vjet. Po të futesh te portali I Ministrisë, e kam thonë dhe në konvent, po fjalët e mia kanë shkruar në vesh shurtët, e kam paralajmëruar këtë situatë. Nuk është pastruar ka më shumë se 4 vite. Ndërsa kanalet tjera qarkulluese ndërmjet lagjeve, sidomos lagja 17 Durrësi I Ri etj me radhë që janë më evidente, duhet pastrohen një herë në 2 vjet. Ato nuk janë pastruar, jo. Tani përveç këtyre mungesës pastrimit të tyre kanaleve, thelbi është ku do e çonin ujin ta. Atje tek pika fundore e hidrovorit. Por në Shqipëri kanë ndodhur gjëra të tmerrshme dhe do ndodhen gjëra të tmerrshme për shkak një projekti, një plani strategjik, një investimi strategjik, një investimi personal të një individi të caktuar, ndodhin lëvizje. Ju keni pa lëvizjen e autostradës këtu në Astir. Për 50 metra më andej, për 50 metra më këtej. Këtu kanë ndodhur çuditëra. Dhe më e keqja është që ne duhet marrim masat të menjëhershme, I dërgohet Bashkisë Durrës disa herë kërkesë dhe thot, unë do bëj projektin, po unë se kam kompetencë, ka Ministria përkatëse. Banorët janë drejtuar lagja 17, ka të paktën 4 muaj që I drejtohen me kërkesa. E kanë paralajmëruar këtë gjendje. E kam thonë 2 herë në parlament. Gjitha fjalët kanë shkuar në vesh shurtët. Do t'ju jap kontaktin e një inxhinieri I cili I ka punuar për projektin me një kompani austriake prestigjioze. Dhe që në kohën e ish kryebashkiakut më parshëm Durrësit, zoti Dagu, kanë diskutuar për mënyrën se si do vendosesh nën kontroll kjo. Sigurisht austriakët, holandezët, gjermanët janë
popull që cilët kanë eksperiencë në lidhje me bonifikimin edhe me kanalet kulluese me hidrovorët. Nuk është zbatuar i projekt. Pastaj dalim tek përgjegjësia, jo kjo shoqëria që thonë jo tendri 19 milion, 20 milion euro, jo oligarku, jo këta. Pra, ju bëj. Unë me thënë drejtën, zotin Duar. Ate e kanë agjëncitë ligjë zbatuese, u takon atyre të merren. Unë nuk jam ata njerëz që e kam me shumë qef të merrem me biznesin. Qoftë edhe kur ai shkel rregullat, sepse ne nuk votojmë biznesin që t'i zbatoj rregullat. Ne votojmë shtetin që t'i përforcoj ligjet për cilat kemi rënë dakord si shoqëri. Patjetër që ka një përgjegjësi dhe duhet ta mbaj çdo përgjegjësi. Nuk i ndiem debitor një tollon nafte shefqet kastratit. Po ja them asaj zonjës ka diu si e ka emrin ajo. Ne nuk e di për kë. Me që ka bëj status ajo, dhe ja them dhe shefqet kastratit, edhe vëllezërve të vet, me qenë se i njoh vëllezërit e vet dhe atë personalisht. Nuk i detyrohemi tollon naftë. Po nuk më shqetëson problemi i shefqet kastratit, nëse është ai drejtori apo po themi personi i cili po bën portin e ri. Mu më intereson Ministria për Kace që ka bërë tenderin, Bashkia për Kace që ka në territorin e vet, jurisdiksionin e vet, dhe Prokuroria për Kace e cila duhet hetoj. Kjo gjë ka ardhur rezultat. Në mos prisni sot që shkoj prokuroria në terren. Çfarë do bëj sot prokuroria në terren? Nga do hy? Çfarë do bëj? Këshyret vendin ngjarjes, nga do bëj? Çfarë mund të bëj sot prokuroria? Ne jemi në fazën që shteti është totalisht i dorëzuar për banorën e Durrës. Do të thonë, ne kemi dispozitën kushtetuese dhe një patjetër dhe kemi ligj për gjendjen e emergjencave civile. Janë disa dispozita. Njëri është në 11 i këtij ligji, tjetri është kushtetuta dhe thotë, në rastet e fatkeqësive natyrore për mbytyjeve, kush e merr këtë vendim? Presidenti i Republikës. Kur? Mbasi konsultohet me Këshillin e Ministrave dhe me Kuvendin. Tani, mos shpallë gjendje si jashtëzakonshme, nën kupton që shteti i ka masat. Kanë kontroll. Pra kanë në kontroll gjendjen. Nuk është te kapaciteteve të veta që ti përgjigjet në shka në pamundësi reagimi efektiv, thot ligji. Atëherë, duke qenë në këto kushte, unë nuk shoh reagim efektiv atje. Edhe po duan, edhe po t'jemun, drejtori i emergjenca civileve, ministri i mbrojtjes apo kryetari i bashkisë, sot në këtë gjendje s'kam çfarë të bëj. Më kupton? Se kjo është gjendje e cila ka ardhur për shkak të sistemit dhe sistemit të hidrovorit dhe kanalit kullues. Sistemeve hidrike. Ndërkohë që rritjet të intensitetit të rreshjeve, prurje e qiellit mund të kenë kohë të caktuara, këto janë fenomene natyrore. Po që ne mos i përbëjmë, japi rast tjetër. Dje takova rastisht ish ministrin e brendshëm të Shqipërisë në kohën e qeverisë së parë të Partisë Demokratike, zotin Agron Musaraj. Njëri për cilin kam respekt e përshëndes, njëri i lexuar dhe më thotë, ore Berati, që në kohët e lashta ka pas tuba, thotë, të cilat ishin sa njeriu në këmbë, paktën 1.50. Kurse sot e kanë bërë kapacitetin e tubit, duke bërë tendra 3 me kapacitet 500, intensiteti dhe kapaciteti i prurjeve është 1300, 800 që atje dhe ku do shkojë, do shpërthejnë rrugë, do përmbyll qytetin. Pra si ka mundësi, nuk pyeten specialistë. Për herë të parë në 2010 ishte përmbytur dhe amfiteatri i Durrësit, më thonë. Po, tash ju keni pa Velierën, vepra e arkitekturës moderne që mbas 1000 vitesh do na shërbej për të thonë që shif çka kanë bërë durrësakët para 1000 vitesh. Se ky ka qenë ndër argumentat kolerik që është përdor dikur kur diskutohesh probleme Velierës. A dini ju që Veliera kalon të izoluar një pjesë popullsisë qytetit Durrësit, laqet një Çorrila dhe tjerë. Po s'ka nga të kalojnë ato. E vetmja mënyrë është policia të bllokojë rrugën, t'i bëj kundravajtje, t'i fus kundravajtje tek pjesa e torrës. E vetmja mënyrë. Dhe i pjesë tjetër është nga pjesa e amfiteatrit që thonë, që është një rrugë shumë e ngushtë që pa kush e di. Rruga tjetër që duhet kalojë nga Çurrila ta ndej mbrapa dhe të vit të bashkohet në spital ose tek varrezat e qytetit nga mbrapa atje ose te Ullishti është një lokal atje, se varet janë 2 projekte. Ajo s'është e bërë. Imagjinoni, ata njerëz janë pa shërbim. Spital nuk ka, qendër shtetësore aty nuk ka. Mes qytetit, mes qytetit Laqani. Doja, tu ka nevojë me sa po dëgjoj edhe nga ju se sigurisht asnjë nuk e njeh situatën në terren mirë, veçanërisht në këto realitete, po kjo ka nevojë për një, me sa duket na duhet delta force këtu, nuk shoh për prokurori. Shiko, delta e them pak me ironi, pak me seriozitet, se do një. Jo, nuk përdor ironi, është situatë shumë fatkeqe atje. Prokuroria duhet bëj punën e vet, autor të kësaj, si për rrugën Durrës, si për rrugën Thuman Kashar. Ju keni u thu vetë aty, non balloma, burim aksidenti, u rivesh prap tani ca pjesë prap se kanë rregulluar tamam. Janë fakte publike këto, nuk e di çfarë janë ulërice këto. Ju mendoni se është problem e emrash, kultura e ndëshkimit, kultura e kohës së socializmit, lufta e klasave, demaskimi aty dhe u mbyll. Përmendja e emrave dhe u mbyll kjo gjë. Nuk është kjo marrthelbi, duhet të funksionojnë institucionet.
Ne duhet shkojmë drejt kulturës së njohjes së institucioneve. Po ka një paradoks shumë të madh këtu, nga ana tjetër po na përplaset në fytyrë veçanërisht gjatë dhjetore që po bën namin prokuroria. Shiko. Veçanërisht prokuroria speciale. Tash i gjithë vëmendje kemi thonë, unë e kam si referent. Prokuroria speciale ka marrë bazën kryesore, jo thjesht se e ka me ligj, po edhe e ndikuar nga faktorë tjerë të jashtëm që këtu të bëjë edhe pastrimin e politikës shqiptare. Se si po e bën atë mbi bazë objektive apo jo, këtë do e tregoj koha sepse gjithë proceset do kenë atë kalvarin e vet gjatë të zaurimit hapave. Të analizës tyre nga gjykatat niveleve më të larta e tjerë me radhë, qoftë dhe ato ndërkombëtare. Po për momentin kjo është ndërhyrja që po bëhet. Nuk e shoh efikas kohën. Pra, nëse një gjë ndodh dhe është fakt publik, maksimumi mundoj 6 muaj, 1 vit hetime, për fakte të njohura botërisht. Kjo autostrada që po them unë, e para i ka vuj ka pistër gjithë veriut, nuk e them për të fyer asnjë, unë jam verior vet, absolutisht e them, po i ka vuj ka pistër të padrejtë, e dyta bën tarifim jo proporcional në bazë kilometrave. E treta nuk ka dalje. Ti e shman komplet rrethin e kryes nga autostrada. Pra për të hyrë në autostradë duhet dalsh në fund të rrethit, ku ndahesh me lezhën, me kurbinin, si qark me lezhën, me kurbinin si rreth, ndërsa portar në Tiranë prapë e njëjta kalvar dhimbjesh. Ky është fakt publik. Fakt publik është dhe hidrovori. Ka dhe kallëzim për këtë. Bile unë njërës nga punojësit këtu të televizionit i vura në dispozicionin numër të një inxhinieri, po që i kishtet pa mundet fliset tani për shkak të angazhimit në i shoqërit huaj si i punësuar, më vonë mund ta merrni dhe ja u shpjegon dhe teknikisht problemin e hidrovorit. Jo, duam të qëndrojmë juridikisht sepse hidrovori konfirmohet edhe nga kolegët e mi që është në hetim ka 1 vit. Është dërguar edhe me firmën e Adriana Kalas denoncimi dhe sigurisht është publikuar në plug e gjithë afera. Megjithatë, e pas ka kaluar vitin, zotin Doja. I humbet efikasiteti, këtë po them. Pra nuk jam kundra atyre ideve, jo kundra spakut, jo kundra kësaj. Ore, ka ca çështje nevralgjike, hajde më shtojmë numrin e prokurorëve të spakut, me qenë që nga periudhat emergjente. Ama rregullo oficerët e BKH-s, të jenë në nivel të përgatitur, jo thjesht njerëz të ardhur nga Ministria e Brendshme për ndikimin tjetër. Efikasitet, evadoje dosin. Dosit që vinë nga plugu, jo se jeni ju këtu. Janë mirëfilltasi në kuadrin e një materiali referues specifik profesional që mund ta bëjë një oficer i policisë, gjyqësor të policisë shtetit. Pra është analizë teknike profesionale. Plus kësaj ju keni dhe mendimin e ekspertëve të jashtëm. Po, sigurisht. Tash nuk mund të jetë baraz me kallëzimin e një shtetas, i cili thjesht shpreh dyshimin e tij. Ju i keni të kompletuara. Ajo lloj dosi do vetëm 2-3 veprime hetimore për ta formalizuar nga ana e formës, që të kthehet për të respektuar procedurën. Po, për respekt. Megjithatë, vim pak tek ky momenti pas spakut. Duket sikur u bë nami me Belinda Ballukun, por sot e kësaj dite që po flasim në datën 7 janar ora 10, zonja Balluku është duke shkuar në zyrë e pashqetësuar si zëvendës kryeministre, si ministre energjetike dhe e infrastrukturës. Kryeministri Rama është në detyrë, a edhe ai pa thirrur kurrë nga prokuroria e posaçme, qoftë edhe për ta pyetur ndoshta si person që ka dieni besoj diçka për zëvendës kryeministrin e vet. Tani, qeveria Rama ka rënë. Që do të thënë kjo? Ka rënë, objektivisht ka rënë. Që faktin që ju shikoni ca analistë të cilët dihet se këngën edhe tekstin e kujt këndojnë, edhe referencat për kryeministër teknik, Rama do që të fitoj kohë duke kriju një qeveri teknike, duke diskutu e elaboru tezën e kodit zgjedhor reformës administrative territoriale për të fitu kohë, për gjetë ato connection që mendon që është i aftë për t'i bërë me faktorin ndërkombëtar, thjesht për të fitu kohë për t'ul revoltën dhe opinionin publik. Për mua, revolta dhe protesta më mirë është që banorët e qytetit Durrësit, pa ndikimin tim, si përfaqësues, si qytetar po si deputeti i Partisë Demokratike, pa ndikimin tim të dalin vetë protestojnë për drejtat e tyre. Nuk ka më keq. Të mbyten nuaj, fëmijët mos shkojnë në shkollë, t'ju prishin banesat të tjera me radhë, protestat bëhen në Durrës. Mos vihet motë foltore. Të foltoret vihet siç është ajo kur është programi i Partisë Demokratike, tjetër gjë. Banorët vetë duhet ngrihet popullin kom. E kam thonë protesta paqësore, jo të dhunshme. Dikush nuk është i kënaqur me këtë retorikën time dhe më thon, unë nuk jam për forma të dhunshme të ndërrimit pushtetit. Kjo gjëja ka mbaru, është një pushtet i kalbër. Çfarë thotë ka mbaruar Rama? Se ka mbaru, po Rama do jetë deri në fund të marsit, ja po e them publikisht, deri në fund të marsit do jetë në SPAK.
Vetë person, po, do jetë vetë personalisht. Por shumë shpejt, po unë po ta them deri në fund marsit. Dhe deri në fund marsit ai nuk do jetë në qeveri. Edi Rama, me qa... Vetëm me atë flasun, i vetëm i Burqia përmend emrin unë, vetëm shoh publikisht, sepse ai ma ka përmend emrin dhe vetëm për atë ja përmend emrin, asnjë tjetër. Nuk do jetë, dhe nuk është thjesht çështje imja personale. Keni thoni bazë të informacionit? Jo, është bazë logjike. Për mua, po tisha unë këshilltar ose avokati, se e njoh avokatin e zonit Palluku, po tisha do i thosha më përpara se ndodhte kjo gjë. Jep dorëheqjen sepse po jep kosto kryeministrit tonë forcës tënde politike dhe do të digje shumë më keq. Dhe armiku numër 1 sot i Belinda Ballukut është Edi Rama. Sepse mendon që kjo i dha kosto. Pra, është si puna një ortakrie, e kemi pas në veprat ordinare vjedhje. Dhe thoshin edhe dy hajdut që rrinin bashkë, po u kapet ti, mbahet ti, s'ka bashkëpunim. Është prish marrëveshja. Janë vendosur sa kushte që vetë vetiu do të mund. Se njerëzit kanë filluar të thonë dolën gjitha fjalët e Arben Ahmetajt. Kupton? Po Arben Ahmetaj, pse i gjeti kohën më vonë për të folë? Pse se qenë kohën akoma prapë për të folë? Do flasit tenten, me qërë. Po çfarë lidhje ka? Është shumë vonë, kupton? Tenten. Është shumë vonë. Pse u dash ka folë kur prishet marrëveshja? Pra kur bëni marrëveshje qoftë dhe pa lishme, duhet i rish asaj marrëveshjes. Për shumë arsye. Se shërben edhe si model i keq jetësor për fëmijët e tu, për familjen tonë, por edhe për tjerë. Kështu këtyre u shprish marrëveshja, këta kanë problem shumë të madh këtë gjë. E dyta, nuk e mam dot sepse unë kam thonë tek dy komisionet hetimore që nuk pranuan në kuvon. Komisioni hetimor thotë shprehimisht, ti nga rezultatet që nxjerr nga komisioni hetimor mund t'ia referosh agjencive ligjzbatuese. Dhe zoti Rama, edhe për aferat me Gonigalin në Amerikë, s'ka lidhje se ka ndodhur atje, ka ndodhur si është po biseda. Ai mban përgjegjësi se shteta shqiptare ka jurisdiksionin këtu. Cila çështje do të çojnë spak brenda marsit? Do të çojë edhe me Gonigali edhe kjo tjetra. Me Akshin. Edhe Akshin? Po, më vjen keq që të përmend, po dhe janë dhe familjarti. Unë do e mbyll këtu se e kemi kaluar kohën, po kjo sigurisht është tronditse. E di që ju do të tregoshit kriptik, ndaj nuk do ju pyes më. Edhe Edi dhe Linda në spak? Nuk përmenda pjesë tjera, unë thash atë, vetëm atë përmendon dhe se më vjen fare zordja përmend emrin dhe të më shikoj edhe në televizor, se më ka përmend emrin pa drejtësisht. Okej. Faleminderit shumë Marian Doja. Faleminderit juve. Deri në mars, mezi po presim. E mbyllim këtu bashkë jemi nesër.